Pastaj model është Jusufi a.s. edhe në aspektin e marrjes së guximit. Kur pat nevojë Egjipti, kem parasysh ai po jeton me një shtet të huaj, me një shtet që kur pat nevojë me u shpëtu në burg, nuk e hapi gojën asnjë prej tyre. Megjithatë, ai pasi që Egjipti pat nevojë për atë vend, ai nuk tha janë besimtar ata. Ai edhe në qelinë e burgut i ftoi njerëzit në rrugën e Zotit. Dyshim nuk pat numër më të madh. Po kur mbreti ftoi që t'i bëhet zgjidhje ëndrrës së tij, ai tha po, keni një rrezik jashtëzakonisht të madh para vetes. Tha, unë jam ai që ka mundësi, sepse Zoti më ka dhënë dije, edhe më ka dhënë potencial që edhe jam i besueshëm. Ka mundësi që me të i kalu këtë sfidë, edhe u tregoj mënyrën shumë të lehtë dhe të kollajshme që me të i kalu Egjipti, po ai nuk kërkoi as dëm shpërblim, kërkoi vetëm që të dihet saktë se çfarë ka ndodhur me ngjarjen e grave. Kur u tregua se po Jusufi a.s. nuk ka pas asnjë gabim, atëherë Jusufi a.s. pranoi, edhe pse profeti Muhammed a.s. tha Zoti më shiroft. Sikur kisha qenë në pozitën e Jusufit, do të kisha dalë më një herë, sepse mbreti i tha më një herë, ma sillni këtu. Ai nuk doli pa u sqaruar Jo, Jusufi a.s. shumë bukur Kur'ani i cet, nuk e tha që Kur'ani e thekson, tha unë nuk dal pa e ditë se çka ka qenë ngjarja e grave. Atëherë mbreti i grumbulloi gratë dhe u sqarua duke i pyetur ato, ndërsa gruaja e ministrit tha po, unë e kam josh ndërsa ai ka qëndruar. Ai nuk ka asnjë faj dhe gratë thanë që Jusufi a.s. nuk ka asnjë faj. Atëherë ai doli dhe mori guximin me marr timonin për me e zgjedh çështjen ekonomike, edhe në krizën më të madhe ekonomike që me e qit në binar atë vend. Pastaj Jusufi a.s. kishte edhe një model që është kur ishte më i fuqishëm, i fali vëllezërit e vet. Me fal kur je i dobët mund ta bëjnë krejt. Mirë, po me fal kur je i fuqishëm, këto e tregon madhështinë e Jusufit a.s. Edhe prej veçorive tjera të këtij tregimi është që Jusufi përveç faktit që i afroi familjen, i grumbulloi të gjithë, e ka bën një lutje në fund të kësaj sure jashtëzakonisht prekse. Kur ai u vetmu me Zotin, edhe tha, o Zot, ti më ke dhënë prej pushtetit edhe më ke mësu se si ti spjegoj ëndrat. O krijues dhe shpikes i qiellit dhe tokës, ti je ndihmuesi im në këtë botë, gjithmonë ke qenë pranë meje. I kam o Zot edhe dy lutje nga ti. Ma mundso o Zot që të vdes si besimtar, si musliman, edhe ma mundso o Zot që në botën tjetër të jetoj edhe të takohena me njerëz të mirë. Pra, përveç faktit që Jusufi a.s. kishte sfidat në jetën e vet, kishte sukseset në jetën e vet, ai e kuptoi edhe na dha mesazh neve nëpërmjet Kur'anit që qëllimi më i rëndësishëm i besimtarit është që me fitu kënaqësinë e Zotit. Kjo ndoshta është rrumbullakësimi asaj na çka duhet me pas parasysh nga tregimi i Jusufit a.s. e që çdo herë kur e lexojmë sigurisht që do të gjejmë urtësi dhe mësime të reja.